por puna është këtu. Merremi me këtë rast tani. Pse duhet ky lajm të ishte publikuar nga Alfred Lela? Pra ju e shikoni në këtë këndvështrim, pavarësisht se shumica e kanë marrë e kanë interpretuar si për një shtrim. Kanë mbetur deri këtu. Lavazhierët, tani mos më thuaj shumica, lavazhierët e Spaku që i bënin Atli Duman dhe Olso Dadus para arrestim kur arrestua Ilir Meta, i bënin lapidar përpara çdo studio televizive dhe pasi arrestuar Erion Veliaj, nuk ja mbanin sulmonin e Diramën dhe atë Altin Dumani dhe sulmonin pjesërisht Dadën duke shpifur sikur ai kishte mashtruar, kishte sharë, kishte ofenduar djalin e tyre që është Erion Veliaj. Të lutem tani, ç'a janë këto gjëra? Nuk i besojmë këto. Këto janë prava. Mesazhi është shumë i qartë që nuk mundet, unë e them për qytetarët që të na dëgjojnë, nuk mundet një person i cili pas ka fituar disa miliona qytetar amerikan për të bërë Trumpi president i Shtetet të Bashkuara të Amerikës dhe është e pamundur të fitojë 2 milion shqiptar që votojnë, sa të tjerët nuk e di ku janë, që votojnë zakonisht, që t'i bindi ata që të votojnë në zgjedhjet e ardhshme në Shqipëri dhe të marri pra edhe të mbështesi Partinë Demokratike. Pra do të thotë që problemi ekziston brenda Edi Ramës. Pra, edhe sikur të ketë ndodhur kjo gjë, unë ja them shqip dhe qartë, mesazhi i dytë për Edi Ramën është shumë i qartë, që familja Trump në këto momente që flasim nuk intereson ajo i ka falë Sazanin. Intereson që brenda 24 muajsh nga sot e në vazhdim do kemi të reja. Përpara se të shkojmë më tej për të reja, më lejo të pyes edhe sepse në mes të rreshtave tek mesazhi i Grenellit ka disa fjalë edhe për zgjedhjet. Nuk e di si i keni interpretuar ato. Sepse ai konkretisht thotë që i kam parë, pra i kam djegur zgjedhjet në heshtje nga stoli, sepse Shqipëria është një aleat i rëndësishëm dhe i besuar e Amerikës në NATO dhe një nga vendet e mia të preferuara për të vizituar dhe për të kaluar pushimet. Tani, pra, vëmendja për ndjekjen e zgjedhjeve, normalisht aleat i rëndësishëm, okay, dhe këto fjalët e tjera, por këtu vendos fut edhe pushimet. 4 muaj kanë itë këto. Por pushimet tani na çojnë edhe në jug, na çojnë në Sazan. Mund të interpretojmë më shumë se sa ta të një deklaratë, ashtu siç ndodhi në Kosovë, nuk besoj se do ketë në Shqipëri përpara ditës votimit. Mos folë. Prit pak, mos u nxitos, data 29 është sot prill. Prit. Por ju mendoni ndryshe. Vetëm mos u shqetëso, sepse shiko, është edhe një betejë për shembull juridike. Kur një çështje e ke marrë disa herë dhe ke bër, kur vjen një klient i thua vëlla unë këtë sta bëj sepse kjo është linja. Nuk ka mund të shkoj të bëj në gjykatë të bëj interpretime koti sepse do të hadhen edhe njerëzit me mua aty. Se kam respekt për veten. Por të vinë një Amerikan, lobist, biznesmen, me emër, dhe të vi të humbi përpara Edi Ramës, është humbi për të. Dhe prandaj të them unë, a fati 24 mujor, mua më çudit, duhet ishte 3 mujor. Nuk duhet të ishte 24. Se përfshin edhe zgjedhjet të lokale të ardhshme, përfshin edhe Tiranën në zgjedhjet të parakoshme që do kemi, përfshin edhe zgjedhjet parlamentare që mund të kemi të parakoshme, pra përfshin shumë gamën, pra përfshin shumë gjëra. Por për lavazhierët, për ata që s'kan bukë të hajnë dhe akoma thënë rroft partia, nuk përpranoj që ta pranoj mendimin tim. Të reflektoj në një moment tjetër. Po unë po them gjë tjetër tani në këtë momente. Grenell reagoi për Kosovën, Albin Kurti apo formon qeverin? Ndoshta do të kishte marrë pak më pak se sa mori Albin Kurti. Edhe një herë po të them, nuk më intereson kjo gjë, më intereson kjo që po të them. A reagoi kundër Albin Kurtit? Po. Mori përqindje Kurti? Po. E formoi vetëm qeverin? Po, opozita pse nuk po e formon dot qeverin? Nëse Kurti Grenell pas edhe një herë, nuk është ajo. E formoi vetëm qeverin? Jo. Kurti
e formon qeverinë me pjesëtarët e opozitës? Po. Po opozita e formon vetë qeverinë? Jo. Që do të thotë, është një plan tjetër që është lënë i qëllimt se kërkon një pauzë. Dhe pauza kush është? Që linja Trump do të instaloj një linjë tjetër komunikimi midis Beogradit dhe Prishtinës. Dhe nuk do të jetë e njëjta linjë si ka qenë e Bidenit, burokratike, duke quar zëvend sekretare duke bërë atan në Ballkan. Do të them një rast tjetër. Në administrimit Biden, a ishin të gjithë shtetet e Bashkimit Evropian me Ukrainën? Haptazi. Flisjet ti që ky rusi me Ukrainën kanë çështje të brendshme, u diskriminoje nga çdo portal. Pra, portal qeveritar flas. Që do të thotë, fleto sot ti për Ukrainën dhe Rusinë, sepse Trumpi ka ndryshuar pllakën? Flet lirshëm. Pse? Sepse ka ndryshuar politika. Pra, Trumpi në raport me Ukrainën dhe Rusinë, Sirinë dhe Turqinë, Palestinën dhe Izraelin, Shqipërinë, Ballkanin, harta e re që pritet që Trumpi gjatë qëndrimit e tij do të hartojë nëpërmjet konsullatave dhe ambasadave. Për territoret apo për konsullatat dhe ambasadat? Por konsulatat, pra, geostrategjia se si do drejtoj linjën e tij, nuk është më Trumpi asaj kohë që flasim ne, prit të flasi Dashi me statistikat e vet, këtej kanabizimi nami në Shqipëri dhe Dunan Lu thoshte Shqipëria është vend për të jetuar në gjelbrim, edhe gjelbrimi ishte kanabisi deri tek rruga dilte. Pra do të thotë që linja Trump ka kuptuar qartazi që këtu ekziston një plan tjetër dhe do bëjë një strategji tjetër dhe jo ajo që u bënte përpara. Mund të ndoshta duke aluduar çfarë mundos me këtë hartën e re strategjike që u thatë për ambasadat dhe konsulatat? Linja Trump do të përdori Mediat amerikane javën e fundit ka qarkulluar disa lajme që Trump pritet të ketë një riorganizim për sa i përket ambasadave në disa vende, por me theks të veçantë konsulatat, edhe në shtete të mëdha, nga Gjermania, Franca, në mos gaboj edhe në Itali, se për momentin nuk jam i sigurt se nuk e kam lajmin përpara, por janë në disa vende mes tyre Franca dhe Gjermania po, që mund të ketë riorganizim. Kjo mendoni që mund të prek edhe Shqipërinë dhe vendet e tjera të Ballkanit? Po patjetër do preken sepse linja Trump ka politika të qarta emigratore dhe nuk do të jetë më ajo që është bërë më përpara që çdo shtet ka ndonjë konsullat. Sigurisht Shqipëria dhe vendet e tjera do të humbasin konsulatat e tyre të Shtetet Bashkuara të Amerikës për vizë dhe ana e dhënies së vizës do të bëhet me një procedurë tjetër që e ka menduar dhe e ka në planën e vet administrata Trump. Por ajo që unë mendoj dhe jam i bindur për këtë gjë, nuk do ndryshoj aspekti politik, pra marrëdhënia midis dy vendeve, por normalisht do të ndryshoj pjesa emigratore sepse administrata Biden dha shumë viza të tepruara, të cilët nuk kishte pse të kishte lëshuar, po i lëshoi në momentin parë se të ikte nga pushteti, dhe kjo tani administratë do të bëjë ndryshime dhe restrukturim. Unë me sa kuptoj është që ose Shqipëria do të mbajë konsullatën për Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën, malin e Zi dhe ta mbajë Shqipëria, o konsullata e Amerikës në Shqipëri mundet me dyshime të shkojë në Maqedoninë e Veriut. Para konsullata për sa i përket lëshimit të vizave. Për ambasadën nuk besoj që do të kemi raste të tilla, për arsye se ambasada është diçka tjetër dhe ka të bëjë pikërisht me politikën, pra me politikat e vendeve. Por për mendimin tim, nga kjo administratë e Trumpit, çfarë nuk pritet, pra është e paparashikueshme gjithmonë diçka shumë të bukur, në raport me interesin e taksapaguesve amerikan. Jo me interesin e kryetarit që të mbaj pushtetin, por në interes të taksapaguesve amerikan. Unë prandaj dua administratën e Trumpit
dhe sidomos zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse lufton për taksat pagues amerikan, atë që nuk kanë bërë politikanët shqiptarë.